Në 2 shprehjet e fundit Beratase të shohim a do t'i gjejmë Beratësit që kam në studio. Nga 3 keni gjetur 2 deri tani. Çojmë dhe do 2 të tjerat. Kam inat, por nuk kam Takat. Kjo ishte e thjeshtë. Ose inati var, takati jok. Ka përgjigje me turqishtën. Takati se ka inati var dhe më gjë e madhe. Takati jo. Po gjoja është turqisht, takati jo. Beratësit mbajnë si punëtor, nuk është se e kanë të dembelosur punën. Kështu që e kanë edhe pjesën e takatit. Okej. Kur je veti dytë të ngrohë dhe kur je veti dytë të ngrohë dhe fryma e tavolinës, e bashkëpunimit. Po, ajo është ideja e bashkëpunimit. Po. E shokut, pra, e shokut, Okej, mirë, me intuit, me logjik, sigurisht që i shkon Sazani. Në minutin e fundit, me ju miqt Beratas, me qa na keni ardhë sot, na keni qerasur nga Berati, me që mbashit për mikpritje, se bëj shaka. Unë të bëj ftesën... Bëj shaka. Bëj ftesën që jo juve, po këdo që është që i shqiptar, kushdo qoftë, është i ftuar në Berat, plus pasaj Berat në lagjen e 1.1 dritarëve, plus aty ke Bujtina Guri. Okej, mirë, jo, këto nuk i përmendin Sazan. Është muze historik. Te muzeu, po, dakord, okej, te muzeu. Po, do më dhënë, momenti i parë, se nuk e thash kod, kur vjen një turist, Beratasit e qerasin me, si e ka tradita? Me liko është tradita. Liko? Është me të takuar duar dyre, njerë jashtë e njerë ku ulet brenda. Të të qonë dhe njerë nga fundi. Edhe, kështu është, mirëpritja është në shkallë më të mirë në Berat. Ndoshta se Saveriu. Alma, është sezoni qershive. Eja të mbledhim qershi në Berat, të bëjmë likon e qershi së sezoni, kështu që ne tani turistët të i qerasin me qershi dhe liko qershie. Po, bravo. Pastaj varet nga sezone. Varet nga vaj ulliri me një kup me vaj ulliri. Ja, ullin të Beratit, për shembull, të branduar janë, ato janë, ne kanë namin. Thirrja e fundit për gjithë shiftet, klipin e dasmës te Kalaja e Beratit. Më kene i plan vet? Jo, unë kam kryer pa vetë. E kem mbylla, okej, në rregull. Dhe fundit fare, është atraksioni i bukur. E fundit fare, si më plaku që jam, itinerari që duhet ndërtuar me ardhmë kemi bërë gati itinerari për në Kalan e Dodonës nga para Tomorit. Jo vetëm ajo nga pas kanjoni apo të s'ka bërë vjeta duhet vish ta bësh. Kjo është një itinerari. Një detyrë, që se pas kam bërë në Berat. Për te i ftoj që do ta ndërtojmë së shpejti me zamët fatale. Faleminderit Sazan, Alma. Shumë faleminderit. Përmend që ishim së bashku, juve që na ndoqët, gjithashtu shihemi nesër, duke si gjithmonë ka veç një ftesë në orën 5, Top Channel.